Nis tani ceremonia e shkëmbimit të marrëveshjeve mes qeverisë së Republikës së Italisë dhe asaj të Shqipërisë në praninë e kryeministrit të Italisë Giorgia Meloni dhe të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama. Memorandum mirëkuptimi për bashkëpunimin mbi sigurinë kibernetike e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe njëkohësisht Ministër i Punëve të Jashtme dhe Kooperacionit Italian Antonio Tajani dhe Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme të Republikës së Shqipërisë Elisa Spiropali. Marrëveshje ndërqeveritare në lidhje me koncesionin e një huaje ndihme për mbështetjen e krijimit të një sistemi të mbrojtjes civile shqiptare e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Marrëveshje ekzekutive për nismën kundrejt përforcimit të aftësive të mbrojtjes civile në Shqipëri e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministri i Punëve të Jashtme dhe Kooperacionit të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Marrëveshje për realizimin e projektit në mbështetje të neonatologjisë në mbrojtje të fëmijëve dhe nënave e shkëmbejnë zëvendës kryeministri dhe njëherësh ministri i Punëve të Jashtme dhe Kooperacionit të Republikës së Italisë Antonio Tajani dhe Ministria e Shëndetit dhe Mbrojtjes Sociale të Republikës së Shqipërisë Evis Sala. Marrëveshje për bashkëpunimin ndjes memorandim mirëkuptimi operativ kundër trafikut të drogës e shkëmbejnë zoti Matteo Piantedosi dhe Ministria e Punëve të Brendshme të Republikës së Shqipërisë Albana Koçiu. Marrëveshje për bashkëpunimin në sektorin e mbrojtjes e shkëmbejnë Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Italisë Guido Crosetto dhe Ministri i Mbrojtjes i Republikës së Shqipërisë Piro Vengu. Memorandum mirëkuptimi mes Fondacionit Maxi, Muzeu Kombëtar i Arteve i shekullit të 21 dhe Galeria e Kombëtare e Arteve e Republikës së Shqipërisë e shkëmbejnë Ministri i Kulturës i Republikës së Italisë Alessandro Giulli dhe Ministri i Kulturës dhe Turizmit dhe Sportit të Republikës së Shqipërisë Blendi Gonxhia. Protokoll mirëkuptimi për bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes civile e shkëmbejnë Ministri për Mbrojtjen Civile dhe Politikat për Detin të Republikës së Italisë Sebastiano Musumeci dhe Ministri i Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë Piro Vengu.
Marrëveshje teknike për dorëzimin e 2 motovedetave të Guardia Costiera Italiane për forcën detare bregdetare shqiptare e shkëmbejnë komandati i përgjithshëm i kapitanerive të portit dhe rojës bregdetare Admiral Sergio Aljardo dhe komandanti i forcës detare bregdetare Adnan Agastra. Deklarat mirëkuptimi mes Departamentit të Mbrojtjes Civile Italiane të Presidencës Këshillit të Ministrave të Italisë dhe Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile Shqiptare dhe Agjencisë Italiane për Bashkëpunim dhe Zhvillim Zyra e Tiranës. E shkëmbejnë atë kreu i Departamentit të Mbrojtjes Civile pranë kryeministrisë Italisë Fabio Siciliano, drejtori i Agjencisë Kombëtare për Mbrojtjen Civile shqiptare Haki Çako. Marrëveshje financiare mes Kassa Depoziti e Prestiti, SPA dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë për përmirësimin e rrjetit të transmetimit të energjisë elektrike në Shqipërinë Veriore pas tërmetit të vitit 2019. E shkëmbejnë atë administratori deleguar i Kassa Depoziti e Prestiti, zoti Sana Pieko, dhe zëvendës kryeministre dhe Ministre e Energjisë dhe Infrastrukturave të Republikës së Shqipërisë Belinda Balluku. Memorandum mirëkuptimi mes Kassa Depoziti e Prestiti, SPA dhe Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë e shkëmbejnë administratori i deleguar i Kassa Depoziti e Prestiti Dario Scannapieko dhe Ministri i Financave të Republikës së Shqipërisë Petrit Malaj. Memorandum mirëkuptimi mes Simest SPA dhe Agjencisë për Zhvillimin e Investimeve Shqiptare AIDA. E shkëmbejnë administratori i deleguar i Simest Gino Corradini D'Arienzo, drejtore e përgjithshme e AIDës Laura Plaku Saro. Memorandum mirëkuptimi mes Fincantieri dhe Kajo, marrëveshje memorandum paraprak përpara krijimit të një joint ventures për punimet në kantieret e Pashalimanit. E shkëmbejnë administratori i deleguar i Fincantieri per Roberto Dolgero dhe administratori deleguar i Kajo Ardi Veliu. Memorandum mirëkuptimi mes Leonardo SPA dhe Kajo e shkëmbejnë administratori deleguar i Leonardo Roberto Cingolani, administratori deleguar i Kajo Ardi Veliu. La cerimonia è conclusa. Ceremonia përfundon këtu. Dunque, buon pomeriggio a tutti, sono... Atëherë, mirëdita të gjithëve, jam me të vërtet shumë e kënaqur. Në radhë të parë jam e kënaqur që mik pres në Rom, mikun tim, kryeministrin Edi Rama, ministrat e tij, të shumt në numër, ministra që erdhën këtu për samitin e parë ndërqeveritar Shqipëri-Itali, një ditë që për marrëdhëniet tona të palshe, për marrëdhëniet tona mund të quhet historike. Jo vetëm për faktin se është hera e
parë që qeveritë tona takohen në një format të këtij lloji, por edhe për atë që ju sapo ishit dëshmitar, pra për sasinë dhe cilësinë e marrëveshjeve dypalçe, teknike dhe qeveritare të cilat u nënshkruan. Është e qartë, ne e dim që marrëdhëniet mes Italisë dhe Shqipërisë janë marrëdhënie që, le ta themi, i kanë rrënjët shumë thellë. Kanë qenë gjithmonë marrëdhënie të tilla konstante të vazhduara që shkojnë përtej interesave reciprok. Ne le të thuash që kemi qenë të gjithë paksa të mallëngjyer nga kalimi i asamblesë son plenare me të paktën 20 ministra, të cilët morën fjalën të gjithë duke folur në mënyrë ekskluzive në italisht dhe pa pasur praninë e përkthimit. Mendoni se sa tregon kjo gjë se sa Italia ka qenë dhe është një pikë referimi për Shqipërinë. Ajo çka ne duam të bëjmë me këtë ditë është që këtë marrëdhënie të jashtëzakonshme mes kombeve vendeve tona ta shndrojmë në një mësim, në një thesar për ta fuqizuar edhe më shumë këtë marrëdhënie. Është e qartë që Italia është partneri i parë tregtar i Shqipërisë, janë mbi 3000 kompanitë italiane të cilat punojnë në Shqipëri dhe ideja jon, qëllimi i ynë është që të japim më shumë thellësi duke i krijuar, vendosur marrëdhëniet tona në një plan më të thellë, duke vendosur dhe thelluar këto marrëdhënie dhe fal Cassa Depositi e Prestiti, fal Simes, dhe për këtë falenderoj administratorët e deleguar të tyre. Edhe për këtë me kryeministrin Rama që tani kemi caktuar, kemi lënë një tjetër takim, një tjetër objektiv, atë të vendosjes dhe krijimit të një forumi ku do të përfaqësohen shoqëri ndërmarrje që përfaqësojnë sistemin prodhues brenda 6 muajve të parë nga sot. Kemi përcaktuar drejtimet ku do të vijojë bashkëpunimi ynë në sektor si energjia, transporti, duke u përqendruar sidomos në veçanti te korridori 8, ai damar, ajo rrugë e cila vjen nga Puglia duke kaluar në Shqipëri dhe duke vazhduar mëtej drejt Maqedonisë dhe Bullgarisë. Sigurisht, përafrimi i brigjeve të Adriatikut dhe shndërrimi i Adriatikut në një korridor strategjik vën në dispozicion të gjithëve infrastrukturat ekonomike, logjistike, energjetike që janë të pranishme në jugun e Italisë dhe bëjnë që jugu i Italisë të jetë një hub shumë i rëndësishëm për këtë zonë. Kjo do të thotë të sigurosh më shumë mirëqenie, zhvillim, jo vetëm për Italinë, jo vetëm për Shqipërinë, por dhe për mbar Evropën në tërësinë e saj. Dhe sa i takon sigurisë, fokusi po kaq marrëdhënieve dhe marrëveshjeve të rëndësishme që do ta fuqizojnë, siç e dëgjuat më parë, luftën kundër trafikut të drogës apo sigurisë kibernetike, janë hallka shumë të rëndësishme që kalon nga një vizion ai të përballuarit së bashku të fenomenit të migracionit, gjë të cilët e kemi diskutuar gjatë me kryeministrin Rama, për protokollin ton me Shqipërinë, për të cilin unë edhe një herë do doja të falenderoja kryeministrin dhe qeverinë e tij, por dhe gjithë popullin shqiptar, pasi ajo që u tregua në aktin e nënshkrimit të këtij protokolli është fakti që Shqipëria sillet tashmë si një antar, një vend antar i Bashkimit Evropian dhe që vetëm me solidaritetin ndaj vendeve me të cilët bashkëpunon mund të shihet. Unë kam gjykuar dhe vazhdoj të gjykoj që protokolli që ne kemi nënshkruar është një marrëveshje me frymë të thellë evropiane, sepse vëtheksin tek fakti që fenomeni migrator është një fenomen mbar evropian dhe vetëm fal bashkëpunimit ndër shtetet anëtare të Bashkimit Evropian, por dhe mes kësaj të fundit dhe vendeve të tjera jashtë Bashkimit Evropian. Një protokoll i cili vëtheksin në një protokoll novator që ka ngjallur interesin dhe shumë vendeve të tjera, siç dihet, sigurisht, jo të gjithë arritën ta kuptonin vlefshmërinë e këtij modeli. Shumë ishin ata që punuan fort për ta frenuar apo bllokuar atë, por ne jemi të
vendosur të vazhdojmë përpara më tej sepse sipas nesh ky mekanizëm ka potencialin e ndryshimit të asaj që quam paradigma e flukseve migratore. Por ky është vetëm një nga shumë shembujt që ne mund të sjellim për sa është tashmë i pjekur dialogu mes nesh. Dhe se sa Italia dhe Shqipëria edhe në arenat ndërkombëtare vazhdojnë të kenë një vizion të përbashkët. Dhe kjo më shpije në çështjen tjetër shumë të rëndësishme që ka qenë pjesë, objekt i bisedimeve tona dhe vazhdon të jetë, pasi pas pak ditësh do të hapet kapitulli i fundit për antarësimin, pra për negociatat për antarësimin e Shqipërisë në BE, një kapitull teknik, sigurisht kjo është shumë e rëndësishme. Dua të them që do të ishte një arsye për të qenë vërtet shumë të kënaqur që të mund t'i hapim negociatat politike pikërisht me rastin e marrjes së kryesisë nga ana e Italisë të Bashkimit Evropian, që siç e dini do të ndodhë në 6 mujorin e parë të vitit 2028. Do të ishte, si të thuash, diçka kaq e natyrshme për gjithë sa kemi bërë së bashku gjatë gjithë këtyre viteve. Ju e dini që Italia ka lanshuar nisma të ndryshme, siç është nisma e Ministrisë Punëve të Jashtme, falenderoj ministrin Tajani, miq të Ballkanit Perëndimor, të vendeve të Ballkanit Perëndor, pra kemi qenë mbështetës të parë të antarësimit të tyre. Ne vazhdojmë të themi që ky nuk është aq një zgjerim i Europës, por një ribashkim i saj. Nuk jemi ne ata që e vendosim se kush është evropian dhe kush jo. Dhe Shqipëria sigurisht është një vend, një komb evropian. Ajo që na takon ne është ta ndihim këtë proces në mënyrën më serioze dhe nëse është e mundur më të shpejt të mundshme, sepse dhe kjo është në interesin ton. Ne folëm për shumë çështje, pothuaj të gjitha këto çështje janë pjesë e bashkëpunimit dypalësh. Edhe sot folëm për çështje që i takon politikës së jashtme, çështje që mbeten të hapura. Thelluam më tej zhvillimet e arritura në dosje praktika ndërkombëtare, përfshirë këtu çështjen e gazës apo luftën në Ukrainë. Dhe me të vërtet kjo është vetëm një nga fazat e shumta të një bashkëpunimi që nis nga një miqësi që është e largët në kohë, por do të mbërrijë në një lloj bashkëpunimi që është më sistemik e që përmban edhe integrimin e ekonomive tona, edhe përfshirjen e zinxhirëve ekonomik të përbashkët. Janë marrëveshje dhe mirëkuptime që kanë të bëjnë me sektor të ndryshëm, nga siguria tek financat, dhe vullneti është ai të vepruarit në një mënyrë gjithnjë e më të strukturuar. E pra, do të doja të falenderoja në radhë të parë kryeministrin Rama, por dua të falenderoj edhe ministrët, ambasadorët dhe të gjitha stafet që kanë punuar për këtë ditë, që siç e thash, është një ditë historike që hap një fazë tërësisht të re në marrëdhëniet tona dypalshe. Të lutem Edi. Faleminderit Kryeministre, faleminderit Giorgia. Unë do të vazhdoj të flas në italisht pasi sot kemi edhe provën shkencore që përveç qeverisë italiane nuk ekziston një qeveri tjetër jo italiane që të flasë 100% në italisht dhe është vetë ajo shqiptare. Kjo është një përgjegjësi më shumë për Italinë, që ta themi shkoqur dhe të jemi të qartë. Gjithashtu do doja të shtoja që sot për ne është një ditë absolutisht historike. Sa herë që unë shkoj në NATO, dëgjoj të flitet për një ditë historike, por historike është kjo këtu, sot, sepse për herë të parë, qeveria shqiptare ulet me qeverinë italiane për të folur për projekte të përbashkëta dhe për të folur për një të ardhme të përbashkët, por përveç se të flas edhe për të bërë një bilanc të gjërave që janë bërë dhe për të firmosur marrëveshje konkrete, për projekte konkrete. Të them të drejtën, në të gjitha vitet që unë kam pasur privilegjin për të udhëhequr drejtuar qeverinë e Shqipërisë, më duhet të them, dhe nuk janë pak këto vite, nuk kam pasur kur
asnjë dyshim mbi qëllimet e mira, mbi dashurinë dhe dëshirën për të bërë nga ana e të gjitha qeverive të Italisë. Por me këtë qeveri është dashuria, është dëshira për të bërë, po është edhe të bërit. Dhe jemi vërtet shumë mirënjohës, sepse jo vetëm motra e madhe e Italisë është motra ime për zgjedhjet timen, jo të sajën, por dhe ministrat e saj qenë me ne shumë të gatshëm dhe vazhdojnë të jenë shumë të gatshëm për të na ndihmuar. Dhe besoj dhe shpresoj që të mos keq kuptohet dhe të mos merret për keq kur unë them në radhë të parë fal angazhimit vllazëror të ministrit të mbrojtjes së Italisë, sot ne jemi në gjendje të projektojmë në disa drejtime konkretisht për të fuqizuar aftësitë tona të mbrojtjes, por edhe aftësitë mbrojtëse të përbashkëta. Dhe për këtë do doja të falenderoja ministrin Crosetto, siç do doja të bëja një falenderim të veçantë për ministrin Tajani, i cili si një europeist i vërtet, por njëherë është dhe se ministër i punëve të jashtme të Italisë, ka qenë gjithmonë një mik i Shqipërisë. Ai po na mbështet në të gjitha selit tona dhe po e bën këtë jo vetëm në rrugën diplomatike, por dhe në aspektin ekonomik dhe për sa u takon projekteve të përbashkëta. Dhe nëse sot, më në fund, korridori 8, që është një korridor strategjik, jo vetëm për Evropën, por edhe për NATO-n, jo vetëm për tregtinë, por edhe për mbrojtjen, dhe më në fund ka nisur me një ritëm të përshpejtuar, kjo është merit e ministrit të punëve të jashtme të Italisë, i cili uli përreth një tryeze të gjithë aktorët dhe po e ndjek këtë projekt personalisht. Pastaj më duhet të shtoj që fal kësaj qeverie dhe fal kujdesit të veçantë dhe personal të kryeministrit italian, sot të gjithë shqiptarët që kanë punuar në Itali dhe që kanë dhënë kontributin e tyre në Itali, duke punuar dhe duke paguar sigurimet e tyre, sot kanë më në fund të drejtën për pension. Një kërkesë e bërë shumë vite më parë, mbi 10 vite më parë, një angazhim i marrë nga të gjitha qeveritë e mëparshme, por është një fakt pjesë e përditshmërisë, jetës së përditshme të shqiptarëve, fal Giorgia Melonit, fal kësaj qeverie. Mund të them që gjithsa tha pak më parë presidentja Meloni shkon në drejtimin e asaj që është përthellimi i kësaj marrëdhënieje dhe është njëherë është drejtimi i thelbit të kësaj lidhjeje të veçantë, të këtij partneriteti strategjik që më në fund shoqërohet nga kantiere të mëdha. Energjia. Kemi një nga projektet më të mëdha në Europë për energjinë, i cili po ecën përpara për të kontribuar ndaj sovranitetit energjetik të Europës, përmes linjës interkoneksionit mes Shqipërisë dhe Italisë me pjesëmarrjen e Emirateve të Bashkuara Arabe, por jemi tashmë duke punuar për një tjetër projekt të madh, i cili do të lidh lindjen me perëndimin dhe që do të përfshinte në të shtete si Rumania, Bullgaria, Greqia dhe Italia dhe Shqipëria, dhe që është një rëndësie të madhe strategjike. Pastaj kemi dhe kulturën. Nëse
nuk do ishte e pranishme kultura, do të thotë që Italia nuk do të ishte e pranishme. Dhe kjo gjë nderon këtë qeveri, por nderon edhe ministrin e saj. Jam i lumtur sot që ju bashkohem juve në kritikat që do t'ju bëhen nga shtypi, pasi ju adhurojnë veçanërisht nga sa kam parë, por për sa më takon, më në fund, pas kaq shumë vitesh, kemi një marrëveshje konkrete për të bërë bashk një strukturë me rëndësi shumë të madhe europiane, siç është Maxi i Romës, së bashku me galerinë tonë kombëtare. I dashur ministër, shpresoj që Muzeu i Artit Italian në Shqipëri do të jetë një tjetër fakt konkret dhe shpresoj që të jeni pikërisht ju ai që do të hapni dyert tek këtij muzeu. Pra, për ta mbyllur, do doja të shtoja që po, do t'ishte me të vërtet qershia mbi tort nëse në vitin 2028, vit në të cilin Italia do të marrë kryesinë e Këshillit Evropian dhe kur Giorgia do të mbaj rolin e dy fisht, atë të kryeministresit të Italisë dhe të presidentit të Këshillit Evropian, po qeshni, por koha do të kaloj dhe do ta shihni që un kam gjithmonë të drejtë. Gaboja, kur isha më i ri si ministri i kulturës, por tani që jam një veteran, besoj se nuk gaboj. Dhe kështu, pasi të kemi përfunduar negociatat teknike në fund të 2028, do të mund të nisim punën për negociatat politike. Nëse duke nisur punën për këto negociata, përgjegjësia do të jetë e Giorgias, do të thotë për ne që do të jemi në duart më të mira të mundshme, që të mund të hapim atë derë e cila qëndron e mbyllur prej nesh prej qindra vitesh. Dhe ne, siç thash edhe gjatë mbledhjes, e kam thënë këtë edhe në raste të tjera, ne jemi gati të bëjmë një marrëveshje me Bashkimin Evropian për të mos përdorur as veton dhe as votën, nuk na intereson. Ne jemi tar fanatik të vlerës europiane dhe nuk kemi asnjë qëllim, asnjë mendje të vendosim veto, dhe do të thotë që jemi gati të nënshkruajmë që mund të përfaqësohemi nga komisari europian italian. Do të ishte shumë për ne të kishim dy komisar, do ishte shumë të kishim dy komisar për të njëjtin vend, pasi ne jemi i njëjti vend. Ju falenderoj shumë dhe jam me të vërtet i nderuar dhe mirënjohës për gjithë sa po bëjmë së bashku, por sidomos për këtë mikpritje të jashtëzakonshme. E thash më parë, kur ne shkojmë në NATO, pjesa më e madhe atyre që marrin fjalën thonë që ajo ditë është një ditë historike. Unë nuk është se kam parë ka shumë gjëra historike atje, por këtu sot është një ditë historike, pika e parë. Dhe së dyti, nëse në takimet të tjera falenderojmë gjithmonë për mikpritjen që të tjerët na japin, më duhet të them që me këtë nivel mikpritjeje në këtë pallat kaq të bukur, dhe me këtë atmosferë kaq të bukur që ju na bët të përjetonim, nuk keni sipas meje të dytë, nuk keni konkurrent, po unë jam i anshëm, dihet, nuk jam objektiv në këtë që them. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër, dhe tani kalojmë në pjesën e pyetjeve. Kemi Rai 3. Mirëdita të gjithëve zoti kryeministër. Ju përmendët protokollin Itali-Shqipëri që ka mbushur plot 2 vjet, siç e dim, ky është një projekt i cili qëndron aty pa lëvizur dhe kjo si pasazh shprehur magjistratura italiane, por edhe gjykata e drejtësisë europiane. Ju thatë qendra do të funksionojnë. Pyetja ime, kur do të funksionojnë dhe nëse për këtë
ato do të prisnin hyrje në fuqi të paktit të ri për migracionit, sepse edhe pak muaj kanë mbetur, kostot rriten, opozita flet dhe këto fonde thuhet që mund të përdoreshin për gjëra të tjera, duke pasur parasysh dhe manovrën e ngushtë. Zoti kryeministër Rama, a jeni penduar për këtë protokoll? Nëse po, nëse jo, dhe a do ta përsërisni të formulë me vendet të tjera? Atëherë, shikoni, në radhë të parë dua t'ju them që e di mirë që opozita mendon që kjo nismë nuk ka qenë dhe nuk është një nismë efikase, sepse e dim qëndrimin e pozitës për sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, por ajo që ju them është që pavarësisht se në Itali kjo gjë bën të diskutohet shumë, në Evropë ekziston një grup i cili ka tashmë shumicën e shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, që mblidhet për të folur për migracionin përpara çdo takimi të Këshillit Evropian dhe që nis pikërisht nga vullneti për të gjetur zgjidhje novatore për trajtimin e fluksit të migracionit. Është një grup i cili u krijua për të përgjigjur dhe përsëritur modele si ato të protokollit Itali-Shqipëri. Dhe ju shtoj, kryeministri Rama është dëshmitari i kësaj gjëje për mua. Është dëshmitari i faktit që ka disa vende europiane të cilat prej kohësh përpiqen të bëjnë vend në të njëjtën nisëm, në të njëjtin protokoll. Pse? Sepse të gjithë e kuptojnë që një nismë e këtij lloji është revolucionare sa i takon menaxhimit të flukseve të migracionit, potencialisht kjo, për një sër çështjesh që ju dhe ne kemi diskutuar më shumë se një herë së bashku. Përveç kësaj, ne i dim arsyet se pse nuk ka funksionuar protokolli siç duhet të kishte funksionuar deri më tani. Sigurisht, protokolli do të funksionojë kur të futet në lojë pakti marrëveshje e re për azilin. Sigurisht, do studiohen zgjidhje më të mira për të përdorur sa më mirë dhe afatet e mbetura, por edhe këtu më duhet të kërkoj një reflektim, sepse nëse janë bllokuar disa transferime emigrantësh që duke konsideruar që vende si Bangladeshi dhe Tunizia nuk ishin vende të sigurta, në kohën kur propozimi i Komisionit Evropian për një listë të vendeve të sigurta ka brenda këto dy vende, atëre arsyeja ku qëndron? Pra, është e drejtë të konsiderosh, të gjykosh që, le të themi, si mund ta them ndryshe, është e drejtë që ti mund të dyshosh që këto vendime në fakt kishin pas tyre arsye të një natyre të ndryshme, sepse ajo çka do të ndodh, pavarësisht se si do të vendosim të përdorim këto muaj që na ndajnë nga hyrja në fuqi e protokollit dhe deri në afatin e tij, sepse po punohet këtu edhe për paraprirjen e disa protokolleve, por kur ky pakt do të hyjë në fuqi, qendrat do të funksionojnë njësoj siç do duhet të kishin funksionuar që në krye. Pra, çfarë do të thotë? Do të kemi humbur? Do të kemi humbur një vit e gjysëm? Po, okej, 2 vjet, shumë mirë. Okej, shumë mirë. Do të thotë që kemi humbur 2 vjet për të mbërritur po aty tek ajo pikë që mendonim në fillim. Përgjegjësia në këtë pikë nuk është e imja. Kanë kaluar 2 vjet, ne do të mbërrim 2 vjet më pas për të bërë atë që saktësisht duhet kishim bërë 2 vite më parë. Mendoj që gjithkush do të marrë përgjegjësitë e veta. Atëherë, ju më pyesni nëse jam penduar, po nëse nuk jeni penduar që bëni ju për 2 vjetësh të njëjtën pyetje, si mund të pendohem unë që kam bërë dhe 100 gjëra të tjera së bashku me kryeministren tuaj. Dhe nuk di të them se çfarë do të kuptojnë ata që do të ndjekin kronikën e përgatitur nga ju, sepse këtu u fol për shumë projekte të përbashkëta, të cilat nuk janë projekte që janë thjesht projekte që i rrin mirë Shqipërisë, por janë projekte që i rrin mirë edhe italianëve. Domethënë, u rri shumë mirë italianëve që projekti i interkoneksionit në New York po vazhdon mëtej dhe kjo do të thotë që në një kohë të arsyeshme
mund të shohin italianët rezultatet e tyre në faturat e tyre të energjisë elektrike. Ose u rri shumë mirë italianëve fakti që ne po punojmë që kompanitë italiane të bëjnë më shumë, të investojnë më shumë dhe të kenë më shumë sa I takon shpërndarjes së punonjësve të tyre. I rri shumë mirë Italisë nëse bashkëpunon me ne në fushën e mbrojtjes, sepse në radhë të parë nuk mund të mos thoni se duhet të blejmë ne armatime nga Amerikanët, por duhet të themi edhe se si Italia vepron në këtë fushë me produktet e veta të ekselencës, duke ndihmuar Shqipërinë dhe vende të tjera dhe duke bërë një herësh ekonomi për veten. Pra janë shumë gjërat që janë bërë dhe bëhen ndërkohë që ju bëni të njëjtën pyetje. Më kuptoni besoj. Jo të njëjtat pyetje, të njëjtën pyetje se nuk janë as pyetje në shumë është një pyetje vetme kjo. Dhe pastaj, ju më thoni nëse unë do të kisha bërë të njëjtën gjë duke u kthyer pas. Unë këtë e kam thënë që në krye. Me Italinë, unë do të bëja 100 herë, edhe pse 100 herë ju do vazhdoni të ishit kundër. Me vendet të tjera, kur. Dhe këtë ju a kam thënë dhe vendeve të tjera. Dhe kur ata më pyesin pse, unë ju them, sepse ju nuk jeni Italia, dhe ky është një problem. Këto vende nuk janë Italia, respektohen, admirohen, për gjithë sa ata janë, por nëse këto vende nuk janë Italia, nuk mund t'i kërkojnë Shqipërisë çfarë ju kalon në mendje. Italia mund t'i kërkojë Shqipërisë çfarë I vjen në mendje. Dhe ne jemi gjithmonë gati për të përgjigjur po, sepse ndihemi pjesë përbërëse e këtij vendi. Duke respektuar dhe unë protokollin po flas në italisht, ju folët për 6 mujorin e parë të vitit 2028, ndoshta do të fillojmë të mbyllim politikisht edhe kapitujt. Ju folët për ministrat e Shqipërisë që flasin në italisht, po ju siguroj që mes nesh kemi dhe ministrat e cilët flasin shumë mirë greqishten, por kjo nuk na ndihmon me Athinën. Ndoshta, nëse do të kishim një problem me Greqinë, çfarë do të bënte Italia? Kjo është pyetja për ju. Zonja kryeministre, shumë nga marrëveshjet flasin për një panoramë që është ajo sektorit të mbrojtjes. Flitet për 2 auto vedeta. Kjo do të përdoret edhe për të ndaluar fluksin migrator, pasi ju kujtoj që vëllai I motrës apo motrave të Italisë është një herë edhe kryeministri I një populli emigrantësh. Dhe kështu do doja t'ju kujtoja ngjarjen e rëndë me Anien Sibila të para shumë viteve më parë dhe për sa më takon, shteti italian ende nuk ka kërkuar falje për këtë. Atëherë, për sa I takon çështjes së hapjes së dialogut politik, shikoni, siç u përgjigja dhe më parë, ne jemi mbështetës të hyrjes së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Sigurisht, duke respektuar rregullat, mendoj që fakti që do të përfundonin marrëveshjet më të fundit teknike tregon edhe një punë shumë të mirë dhe të madhe që është bërë nga ana e Shqipërisë. Është diçka që ne po e ndjekim dhe po përpiqemi ta lehtësojmë, madje gjatë mbledhjes son plenare me ministrin e drejtësisë Carlo Nordio u fol edhe për mundësinë e përfshirjes së universiteteve italiane dhe fakultetet të drejtësisë italiane pikërisht në hartimin e teksteve juridiksionale kështu me radhë. Pra, çka bëjmë ne është që të japim ndihmën tonë 300
në 60 gradë. Sa i takon dialogut politik, është e qartë që ne do të mbështesim përmbylljen pozitive të dialogut politik, por nëse mund të them, e di që ka disa fërkime, disa vështirësi. Unë i di, miqtë mi grek, kryeministrin Mitsotakis, dhe dua të them që ata janë njerëz të cilët kanë punuar gjithmonë për të mirën e Europës dhe për të ardhmen e Europës. Kjo do të thotë që unë nuk besoj se ka gjë për të druajtur në këtë kuptim. Unë do të thosha që si Italia, ashtu dhe Greqia janë dy vende fshinj, fakti që është deti në mes, na relakson për sa kohë ne takojmë njëri tjetrin, ndërkohë me linjën jemi në një linjë kontakti, pra ndoshta ndonjëherë mund të jetë pak më e ndërlikuar se nuk kemi kohë të relaksohemi duke notuar apo ndërkohë që përshkojmë me për të shkuar tek tjetri, por thënë kjo, unë do të thosha që pasi ka kaluar një moment jo i lehtë për të gjithë arsyet që të gjithë i njohin, ne jemi në rrugën e duhur, jemi duke punuar mirë së bashku, e kemi thënë gjithmonë, për ne vlerat, parimet e mbrojtjes pakicave janë vlera dhe parimet të cilat janë të pandashme nga ekzistenca e Shqipërisë demokratike. Dhe kur Shqipëria vë përpara nesh apo si të thuash na thërret në këtë drejtim, apo na bën ndoshta ndonjë vretje në këtë kuptim, janë të mirëseardhur. Ndërkohë, ne jemi duke punuar dhe për gjithë pjesën tjetër dhe unë jam shumë optimist për faktin që në vitin 2028, kohë kur Italia do të ketë kryesin dhe Giorgia do duhet të drejtojë negociatat politike për antarësimin e Shqipërisë në Europë, nuk do të ketë nevojë të tërheqë veshin Qiriakos, sepse do të thotë që deri atëherë do kemi zgjidhur çdo gjë. Përveç kësaj, për sa na takon neve si vend emigrantësh, po, e mbaj mend shumë mirë këtë, por mbaj mend edhe diçka tjetër, që shkuam drejt këtij vendi dikur dhe gjetëm në këtë vend dyert e hapura të gjithë popullit italian. E pra, nëse populli italian zgjedh një qeveri në mënyrë demokratike dhe kjo qeveri na kërkojnë ta ndihmojmë lidhur me një program të vetin që e lidh me një kontratë me popullin italian, ne e bëjmë këtë gjë me dëshirë, jo thjesht për qeverinë, por për popullin që kjo qeveri përfaqëson. Dhe kështu, është e sigurt, jemi më se të lumtur që të ndihmojmë, të japim një dorë, sepse nuk ndodh shpesh që Italia t'i kërkojë ndihmë Shqipërisë. Përkundrazi, Shqipëria i ka kërkuar shumë herë ndihmë Italisë dhe kurrë nuk na e ka mohuar. Nuk do ta harroj kurrë në jetën time atë çka bën forcat e zjarrfiksve italian kur ne patëm tërmetin. Unë isha aty, unë i takova ata, ishin djem dhe vajza që kishin ardhur për herë të parë në Shqipëri, në errësirë, sepse ishte ende natë, erdhën të parët tek ne, të gjithë ju futën punës dhe puna e tyre bëhej nën gërmadha. Ata rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar jetë të njerëzve që nuk i njihnin dhe mbi të gjitha në një vend në cilin kishin ardhur për herë të parë. Dhe fal tyre, numri viktimave të atij tërmeti që shumë më i ulët se sa ajo çka rezultoi në fund. E pra këto janë gjëra që mbeten përgjithmonë dhe janë gjëra të cilat bëjnë që Italia të mos jetë thjesht një nga aleatët, një nga partnerët, por të jetë shpirti motor i Shqipërisë. Dhe për ta mbyllur, do të doja të thosha që nuk janë dy autovedeta, dy autonaveta, por sepse lajmi është ai që kur duhet lajmi të jetë negativ, janë dy varka, ndërkohë që kur lajmi është pozitiv, është siç është, janë po dy autonaveta, por mbi të gjitha janë 7 anije të cilat do të ndërtohen në Pashaliman
nga një kompani italo-shqiptare, pala italiane do t'jetë Fincantieri, pala shqiptare do t'jetë Caio, dhe kjo do t'jetë një sipërmarrje e përbashkët e cila do të krijojë vende pune, do të krijojë punë, njohuri për të rinj shqiptar që do t'i paguajë ata mirë dhe që do të furnizoj Shqipërinë, Italia, por dhe vendet të tjera nëse do të ketë nevojë me anije të cilat janë kaq të rëndësishme në ditët që jetojmë. Kjo është vetëm një nga gjërat për të cilat ne kemi nënshkruar sot dhe që u prezantuan. Faleminderit, Flaminia Camilletti nga La Verità. Buonasera Presidente, buonasera Primo Ministro. Përshëndetje Presidente, përshëndetje Zoti Kryeministër. Do doja të qëndroja tek procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian, një pyetje që një kërkesë ndjes që nis shumë kohë më parë në 2009. Janë kërkuar nga ambasadori i delegacionit evropian në Tiranë çfarë bëhet me cilësinë, pra sa cilësi kanë reformat. A ndiheni ju i qetë lidhur me këtë? Dhe doja të pyesja presidenten Meloni se çfarë mund të bëjë Italia përtej kryesisë që do të marrë më tej, çfarë mund të bëjë Italia edhe në fazën teknike për të mbështetur eventualisht Shqipërinë dhe nëse ka këtë qëllim apo dhe mundësinë për ta bërë këtë. Faleminderit. Atëherë, dëgjoni, janë shumë gjëra që bëhen ndërkohë. Ne sot jemi këtu duke folur për këto marrëveshje, po ndërkohë janë të shumta gjëra që vazhdojnë dhe ecin përpara mes nesh dhe Italisë dhe agjencive të shumta. Për shembull, sot u fol edhe për ndihmën që Italia i jep Shqipërisë prej vitesh, madje më shumë se ndihmë është një lloj përcjelljeje e njohurive për oficerët e policisë shqiptare të rinj përmes Akademisë Forcave të Policisë që është edhe një nga më të njohura në botë. Ose, siç tha Giorgia, ne sot folëm për shtimin e volumit të asistencës nga ana e Italisë për tekstet e kodeve tona penale dhe të procedurës penale, por edhe për tekstet të drejtës europiane. Me përfshirjen e fakulteteve të drejtësisë italiane, të ekspertëve të Ministrisë të Drejtësisë e kështu me radhë. Me pak fjalë, puna që ne bëjmë fal shoqërimit që Italia na bën jo sot, po që në krye të këtij rrugtimi është me vërtet shumë e madhe. Nga gjërat që në dukje janë të vogla, por në thelb janë shumë të rëndësishme, deri tek gjërat më të dukshme, më të rënda, si për shembull koha kur Giorgia do të jetë në krye të Këshillit Evropian dhe unë mezi pres ta shoh një ditë të tillë, të mbrini një ditë të tillë. Por për sa i takon të tjerave, do të doja të thosha që nëse ne do të bënim një provë dhe do ta hiqnim Italinë nga kuadri i jetës shqiptare të 35 viteve të fundit dhe do të përpiqeshim të kuptonim se ku do të ishim sot, e sigurt është që Shqipëria nuk do të ishte vendi që është sot, por do të ishte në kushte shumë më të ndërlikuara. Dhe këtë gjë nuk mund ta them për asnjë vend tjetër. Posso tranquillamente sottoscrivere, diciamo, la mund risposta. ta nënshkruaj plotësisht dhe qetësisht përgjigjen e kolegut. Padyshim, nëse ne duam të mbërrim në atë që do të bëjmë pjesën tonë në hapjen e negociatave politike, në fillim duhet të mbyllim ato teknike. Dhe siç e thash më parë, prandaj unë shpresoj që kjo gjë të përkojë me marrjen e kryesisë nga ana e Italisë. Nëse kjo ndodh, ne do të mund të bëjmë çdo gjë për të ndihmuar Shqipërinë në atë kohë. Sigurisht duke ndihmuar ato në fazën teknike, me seriozitet, por edhe brenda
afateve të nevojshme për ta bërë këtë, sepse sigurisht është një kohë për të mbyllur negociata teknike nga tani deri në fund të vitit të 2028, por ajo që na duket neve shumë kohë kundrejt burokracisë europiane mund të mos jetë shumë kohë. Ne e dim këtë. Pra, do të thotë që ka një punë për të bërë së bashku. Solla shembullin më të fundit që doli gjatë kohës që drekonim, mbështetja operative që fakultetet tona të drejtësisë mund të japin drejt për drejti në hartimin e kodit penal dhe jo vetëm. Në këtë rast do të ishte një know-how, një njohuri apo grup njohurish që Italia mund të japë në një rrezë 360 gradë, gjë që Italia vazhdon ta bëjë edhe në sektor të tjerë, sepse Italia është dhe vazhdon të jetë asaj që quajmë djepi i së drejtës. Pra do të thotë që sigurisht jemi të gatshëm ta shoqërojmë Shqipërinë për arritjen e një objektivi të përbashkët. Dhe tani e mbyllim me një pyetje të fundit rutinë nga dritare televizion. Rudina Gjunga. Atëherë, zonja presidente, do doja të pyesja për diçka që ka ndodhur 80 vjet më parë. Në shtator të 43-shit, Mira, ushtar italian të humbur nëpër Shqipëri, u shpëtuan nga shqiptarët të cilët i fshehën ata, i mbrojtën nga nazistët. A mendoni që ka ardhur koha që kjo faqe humanizmi të ndërsjell meriton të kujtohet dhe rivlerësohet sot? Faleminderit. Po, mendoj që meriton të kujtohet dhe rivlerësohet, e cekëm këtë me kryeministrin. Më duket se janë disa projekte të cilat po përparojnë në këtë kuptim dhe madje kërkuan edhe gatishmërinë tonë dhe sigurisht do të bëjmë ç'na takon, pasi kjo është një faqe jashtëzakonshme e historisë dhe e marrëdhënieve që tregon pikërisht atë afërsi që ne jemi përpjekur të sjellim në këto dokumente dhe që na e tregon në një mënyrë shumë më të thelluar dhe do të ishte një nga shprehjet më të bukura të asaj që është miqësia dhe dashuria, gatishmëria për të sakrifikuar veten për tjetrin, për të rrezikuar veten për tjetrin. Mendoj që kjo gjë e meriton dhe nëse do të kërkohej gatishmëria jon për këtë dhe nëse këto projekte funksionojnë më së miri, ne jemi pro. Unë do doja të shtoja që ne jemi krenar për dy çaste shumë të rëndësishme të historisë sonë. Njëri është më së i njohur për të gjithë shqiptarët, por jo për të gjithë miqtan, që është shpëtimi i hebrejve gjatë luftës së dytë botërore, kohë në cilën Shqipëria e mbaroi luftën duke me më shumë hebrej se sa e filloi atë, dhe ku nuk ka asnjë të dhënë të njohur për një person të vetëm me identitet hebre i cili tu jetë dorëzuar nazistëve. Por një tjetër pjesë e historisë atyre viteve është ajo që ka të bëjë me ushtarët italianë që mbetën në Shqipëri kur në Shqipëri mbërritën nazistët. Ishin gati 25.000 u shpëtuan nga shqiptarët. Ndoshta do të ushqej në një farë mënyrë të gjithë ata që i duan fort polemikan, por më duhet të them që italianët nuk janë parë kur dhe as krahasuar si armiqt të mirëfillt. Dhe është i vërtet fakti që në kohën e kapitullimit të gjithë italianët, të gjithë ushtarët italianë u shpëtuan nga shqiptarët. Dhe historia ka një lidhje fantastike me një moment mes një babai dhe një djali. Ishte një oficer italian
ishte një oficer i lartë italian i cili humbi jetën në Shqipëri në atë kohë dhe shqiptarët e varrosën atë me ndërimet më të mëdha. Djali i tij, oficer i ushtrisë italiane, në vitin 1991 u bë personi kyç për organizimin e misionit Arcobaleno, misioni që Italia ndërmori për t'i ardhur në ndihmë Shqipërisë në një fazë vështirësie të jashtëzakonshme pas daljes së Shqipërisë nga komunizmi, por përpara se drita e lirisë dhe e demokracisë të shihej. Dhe sigurisht kjo është një faqe shumë e rëndësishme. Unë shpresoj që edhe filmi për këtë të mund të përfundojë dhe realizohet së shpejti dhe kam besim në gatishmërinë e ministrit Tajani që të na ndihmoj ta shfaqim këtë film në dhomën e deputetëve, sepse në Senat kemi shokun Larusa që me siguri do ta mundsoj këtë. Mirë, faleminderit. Come si fa che fate così tante foto e quelle che escono fanno schifo, non so.